Durim Bami, i cilësuar si atentatori i penduar në çështjen Doshi, do të përballet me drejtësinë me një akuzë të re, krahas asaj të kallëzimit të rem, të cilën dyshohet se e kreu në bashkëpunim me deputetin e Shkodrës Tom Doshi dhe ish deputetin Kristian Demokrat Mark Froku. Prokuroria e Krujës akuzon Durim Bamin për veprën penale të pastrimit të parave, pasi nga hetimi më shumë se 1 vjeçar, rezultoi se ai nuk justifikon dot blerjen e 4 apartamenteve në Tiranë dhe në Durrës, vlera e të cilëve është e konsiderueshme në një kohë që i pandehuri nuk disponon burime financiare të mjaftueshme. Por ende pa hapur shqyrtimin gjyqësor, gjykata e Krujës vendosi ta heqë topin nga vetja, duke shpallur mos kompetencën për gjykimin e çështjes dhe e dërgoi atë në Durrës. Me sa duket i pakënaqur me këtë vendim, i pandehuri Durim Bami, që ndodhet prej 2 vitesh në arrest shtëpie, ju drejtua gjykatës së apelit Tiranë, duke kërkuar të zgjidhet ngërçi i krijuar, pasi pretendon se akuzat penale ndaj tij duhet të shqyrtojë gjykata e Krujës. E derisa të zgjidhet ky konflikt dhe të marrë fund ping-pongu procedurial, dosja Bami do të qëndrojë në sirtarët e gjykatës. Durim Bami, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare për shkak të precedentëve të mëparshëm penal, ndodhet në arrest shtëpiak prej më shumë se 1 viti. Ai u vu në qendër të vëmendjes pas publikimit të një materiali filmik ku shfaqej duke rrëfyer një plan për vrasjen e deputetit Tom Doshi. Përkundër akuzave të forta të hedhura nga deputeti i Shkodrës, prokuroria vendosi pas vetëm pak javësh hetime të vinte nën akuzën e kallëzimit të rem në bashkëpunim Tom Doshin, Mark Frokun dhe Durim Bamin. Pas një kohe të gjatë të kalimit të dosjes nga njëra gjykatë në tjetrën, pritet që me 6 shkurt, gjykata e lartë të rinisë shqyrtimin e dosjes Doshi.